15 vjet nga pengmarrja e autobusit me pasagjer grek, rreth 30 persona mes tyre familjar të Flamur Pislit protestuan sot paradite për të kërkuar drejtësi. Ata fillimisht u grumbulluan në qendrët e Elbasanit dhe më pas u drejtuan në krap në aksin Tiranë-Elbasan, në vendin ku ndodhi vrasja. Familjarët mbajnë në duar pankarta ku shkruhet: "Duam drejtësi, djali ju nuk ishte kriminal." Ndërsa në mbrëmjen e djeshme lidhja e migrantëve protestojnë në qytetin e Burejlit për të kërkuar zbardhjen e vrasjes më 28 maj 1999. Në fjalën e tij, kreu i shoqatës Vladimir Kosturi kërkoi që të rihapet procesi dhe të zbardhet e vërteta, pasi kjo ngjarje mbetet ende e pazbardhur. Ne ngritëm zërin për të çuar deri në fund për të rihapur procesin, që gjykata, organet e drejtësisë të shprehen qartë mbi bazën e gjithë elementeve, provave që kanë, që të shprehen në mënyrë zyrtare që Flamur Pisli u vra për forcat e policisë dhe mbas vrasjes Flamur Pislit u vra pasagjer grek përsëri nga forcat e policisë. Nëse institucionet, nëse organet e drejtësisë bëjnë të njëjtën lojë burokratike, duke lozur me ato formulat e tyre administrative burokratike, ne nuk kemi kohë. Do të shkojmë deri te shqiptarët kuptojnë për shembull që dhe bllokimi i institucioneve nuk është gjë e palishme. Në këtë protestë paqësore nuk ka munguar as babai të ndjerit Pisli, i cili gjithashtu kërkon që drejtësia të vihet në vend. Unë që se u vra djali, nuk kom lënë vend patrokit, nërse kom gjetë dyrë të mëllëve. Mirë djalin ti me vro, se që ka i vonë emrin terrorist, por e mo Jërgo Kulisin, ate pse e vratë, pse se vrau greku, e vërteta ndodhi, në krap të Elbasanit, i futë shtaj perëndjerit, vënd dhe të nderulla me pas Jërgo Kulisin. Në mbyllje të protestës, Vladimir Kosturi bëri edhe një herë apel organeve të drejtësisë të reagojnë, sepse në të kundërt ata do të përshkallëzojnë protestën deri në bllokim të institucioneve.